Intoleranca në laktozë është një shqetësim për prindërit, por edhe për pediatrët që kujdesen për fëmijët. Në mjekësi është një sindrom klinik. Të themi smundje, nuk mund të ta quajmë si smundje, por është një problem që po na brengos si t'i qasemi atij fëmijë që ka e gjejmë se ka intolerancë në laktozë. Për këtë, në bashkëbisedim jam shumë e lumtur sot që kemi të ftuar doktoreshën Gjina Azbata, pediatre, specialiste e gastroenterologjisë. Ka shërbyer në vite në repartin e gastroenterologjisë kronike në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, në klinikën e pediatrisë. Aktualisht punon në klinikën Cambridge Clinical Laboratories në Prishtinë. Doktoresha Gjina, mirë se ke ardhur në Horizonte Pediatrike. Ju faleminderit për këtë ftesë. Besoj që gjatë kësaj bisedës do të mujmë pak a shumë të sqarojmë brengat e shumicës të pediatrave dhe jo ma pak të prindve që qasen me këtë problematikë të fëmijët e tyre. Pikërisht, se prindërit janë shumë të shqetësuar, nëse pediatri e kërkon intolerancën, e nëse i del pozitive, ende hala më tepër shqetësohen, se domethënë i bën që ka një problem me qumshti ushqimi vetëm tek infantët dhe brenga aty është shumë e madhe. Sado që pediatri e kupton e dini thotë, nuk është shumë rrezik, por prap për ata është shqetësim i madh. Nështë edhe pak për prindërit më shumë të sqarojmë çka është intoleranca në laktozë. Kur e përmendim intolerancën, asnjëherë nuk mund ta ndajmë vetëm intolerancën në laktozë. Çdo herë duhet ditë se qumshti t'i quajmë ashtu dy shkaktarët ma të shpesh që na sjellin te laçe janë proteinet, alergjia në proteinet të qumshtit të lopës edhe intoleranca në laktozë. Këto janë dy fenomene, mos themi smundje të ndryshme, për arsye se intoleranca në laktozë do të thotë vetëm mungesë e laktazës. A është sasia më e vogël e laktazës, apo është mungesë e plotë varet nga lloji i intolerancës i cili është. Ndërsa, kur flasim për alergji në proteinet të qumshtit të lopës, atëherë kemi të bëjmë me një sistem imunitar, do me thonë vetë fjala alergji na tregon se këtu mund të jenë të kyçura edhe imunoglobulinit IgE, apo edhe mos të jenë, po e kemi edhe formën e kombinuar kur janë të dyat. Do me thonë edhe ka një sasi të caktuar, po mundet edhe me mungu. Po i kthejmë tash intolerancës në laktozë. Fillimisht intoleranca në laktozë pak a shumë mund të ndojmë në 4 grupe. Po fillojmë prej momentit të lindjes. Nëse kemi një fëmijë të lindur para kohës, në neonatus preterm, atëherë quajmë si intolerancë neonatale. Për arsye se laktaza si enzim fillon të prodhohet tek mbas javës të 34. Nëse e kemi të lindur para këtyre jave, apo në fillim të javës 34, do me thonë niveli i saj është shumë më i ulët dhe nuk është i mjaftueshëm për tretjen e laktozës, kështu që të këta fëmijë preferojmë përpos xhirit çdo herë edhe formula speciale që janë për preterm. Mundet me qenë intolerancë gjenetike, do me thonë laktozës, intolerancë primare dhe intoleranca sekundare. Shumë probleme në fakt na shfaqet dallimi në mes të intolerancës gjenetike dhe intolerancës primare. Intoleranca gjenetike do të thotë është mungesë totale e laktazës që do ta përcjell foshnjë fëmijë person të rritur gjatë tërë jetës, ndërsa tek intoleranca primare kemi një sasi të prodhimit të laktazës që në faza të ndryshme ndryshon. Kur shfaqen problemet e para. Do me thonë të intoleranca gjenetike shfaqen me njëherë. Mund të themi ndoshta brenda 2 ditëve të para, pas lindjes të foshnjës, do të fillojnë shenjat. Sigurisht shumica e prindve janë të njoftuar me shenja, siç është fryrja e barkut, ngërçet, shqetësimi i fëmijët, dëgjimi gazrave të ndryshme, e që gati çdo herë janë të përcjellura me diare të shpeshta, jo rrallë edhe me vjellje. Një numër i konsiderueshëm, jo edhe aq i vogël sa mendojmë, mund të shfaqen edhe shenjat të obstipacionit. Prap po kthehem te alergjia në proteinet të qumshtit të lopës,
ku këto simptome çka i përmenda janë të përbashkëta në fillim, por me kohë tek alergjia në proteinet të qumshtit do të lajmërohen edhe do të përfshihen edhe organe tjera, është sistemi respirator që jo rrallë mund të përfundojë fëmia deri në astmë, si dhe ndryshimet në lëkurë. Karakteristikë që janë ma tepër për alergji në proteine të qumshtit të lopës. Ndërsa tek intoleranca primare është karakteristikë thash sasia mund të jetë shumë e zvogluar në momentet të caktuara dhe mungesa e plot e laktazës e që ndryshon. Intoleranca primare në përgjithësi është ma shumë e shprehur te moshat ma rritura të fëmijët. Do me thonë vinë prindë e kanë analizën për intolerancë në laktozë, thotë fëmia është rrit, pse janë këto simptome, kështu që nevojitet pak ma shumë kohë për me e kuptua të rëndësinë e kësaj intolerancës. Është karakteristikë në Evropë në përgjithësi është koha e lajmërimit është pak më vonë. Zakonisht lajmërohet prej moshës 5 deri në moshën 7 vjeçare, intoleranca primare, ndërsa në Amerikë është më herët, diku prej 2 deri në 3 vite, gjithashtu edhe numri intolerancës në laktozë, si primarës e sidomos asaj sekundarës, është shumë më i madh tek fiset të caktuara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës se sa tek ne në Evropë. Ne, kur vjen një prind, do me thonë, lajmërohet, jemi të folë tash po kthejmë prapë te foshnja, është i brengosur, nuk ka shtim të mjaftueshëm të peshës, janë jashtëqitje të cilat numri i tyre shkon duke u rritur, janë jashtëqitje ujore, fryrje e barkut. Atëherë ne duhet të mendojmë në intolerancë në laktozë, mirë po çdo herë duhet patër kujdes që mos t'i harrojmë edhe arsye tjera të mos shtimit të peshës, mos them smundje tjera të cilat mund të jenë shkaktar i një gjendje të tillë të foshnjës. Në momentin kur na vjen fëmiu ose prindi saktësisht me rezultat, atëherë është një dilemë e madhe e pediatrit si të veproj, çka ta udhëzoj prindin, deri kur, sa kohë, edhe çdo herë pyetjet e prindit e dim, a është e përjetshme, kur mund të filloj unë ta shtoj ushqimin me laktozë, këto janë sfidat të cilat duhet së bashku me prindin edhe pediatrit të kaloj. Sa i përket diagnostikimit të intolerancës në laktozë, ekzistojnë disa metoda, unë të ne këtu, do me thonë ne kërkojmë analizën gjenetike për intolerancë në laktozë, edhe pse testi i frimarjes me hidrogen është, mund të themi, metodë diagnostikuese ma e qelluar, po kjo është tek fëmijët të cilët mund të bashkëpunojnë, tek foshnjët e vogla nuk mund të punohet. Mandej janë edhe me feqe që bëhet përcaktimi i aciditetit të fecesit, mbledhja e sasisë të laktazës brenda 24 ore, të cilat aktualisht tek ne nuk mund t'i punojmë. Ndërsa si metodë ma e saktë është marrja e biopsisë, e cila marrja e biopsisë në zorë të holla, pasi që e dim se laktaza është vendi ku prodhohet janë zorët e holla. Mirë po edhe këtu duhet patur një përvojë të madhe për arsye se laktaza nuk është, me thonë, interrupcitet të cilat e prodhojmë, niveli i laktazës nuk është i njëjtë në gjithë sipërfaqen e zorëve të holla, kështu që preferohet të mirret në disa vende. Do me thonë, prapë po kthehemi tek ne, jemi kryesisht të bazuar në analizën gjenetike. Dallimi në mes të analizës gjenetike të intoleranca gjenetike dhe intoleranca primare nuk kemi ndonjë dallim të dukshëm, për arsye se LCT gjeni është ai i cili është përgjegjës në bazë të cilit mandej do të caktojmë tipin e intolerancës në laktozë. Kështu që tek ne në përgjithësi sa i përket intolerancës gjenetike nuk kemi numër shumë të madh të fëmijëve sa i përket përvojës time, po me intolerancë primare është një numër i konsiderueshëm i foshnjeve e gjithashtu është në rritje edhe tek fëmijët mbi moshën 5 vjeçare. Tek foshnjet këshilla jone e parë
është që nëse është fëmiu me formulë, e kthejmë në formulë pa laktozë, do me thonë që të filloj ajo sasi e qumshtit e cila mirët të absorbohet mjaftueshëm dhe të fillojmë shtrimin e peshës, krijimin e jashtëqitjeve më të formuara dhe së fëmijë, foshnjat zakonisht fillojnë që të marrin edhe sasi më të madhe të qumshtit i cili është formulës e cila është pa laktozë. Një pikpyetje e madhe është te nëna gjithënse që janë. Do me thonë nëse shohim me ndonjë logjik, nana ka në qumshtin e saj edhe laktozën, po ne mund të themi se në përgjithësi janë dy mendime. Një grupi personave që mirën me këtë problematik janë që nënat të mos vazhdojnë me dietë pa laktozë, ndërsa një grup tjetër, jo i vogël, preferojmë që nënat të hyjnë në dietë pa laktozë, do me thonë pa qumsht dhe pa produkte të qumshtit. Keni pas sukses? Po, ka pas sukses, edhe pse kemi disa raste kur nanat, ka raste, do me thonë, aja tanë nuk mundet me qenë në dietë strikte, ekzistojnë momente kur në pavedje ndoshta e merr ndonjë produkt atë diçka tek disa thot me nerë kom vrejt te një numër i konsiderueshëm nuk vrejnë ndryshime, po megjithatë në përgjithësi kemi ma tepër nana të cilat janë në dietë pa laktozë. Çdo herë pyetet nana, ka një grup që vendos me formulë për arsye se e din edhe sasinë e qumshtit sa do të bëjmë fëmiu, edhe mendon se rezultati është më i mirë nëse e kthejmë fëmiun në formulë pa laktozë. Ndërsa gjithënseve, në qoftë se nënës gjithënse, i këshillohet me jap ato enzimin laktazë gjatë gjithënjes, një metodë jo veç? Po, dikush e preferon, po atëre këto laktaza e cila përdoret të na, do me thonë është në formë të pikave, është karakteristikë se veprimi është vetëm për një gjithënje. Do me thonë nana po, çdo herë, atëre nuk e preferojmë shumë, ndoshta ndonjëherë kur është e din që ka marrë pak sasi më të madhe të produktit me qumsht, që përban, do me thonë laktozë, atëre i themi që para gjithënjes të vendosën disa pika, mbarësisht 5-6 pika të laktazës në sasi të vogël të qumshtit të ipën para gjithënjes, se mandej të vazhdohet gjithënja. Apo edhe nëse haron, me njëherë mbas gjithënjes, mundet edhe në atë mënyrë. Po, ndihmon edhe kjo. Po, ndihmon. Zakonisht dhimbja barkut edhe shqetësimet, ato gazërat, sa kohë masi konsumojmë qumshtin lajmërohen? O të bebet o të fëmijët me të mëdhenj, masi pas kem raste edhe të fëmijët me të mëdhenj? Po, tash kjo mbarët prej llojit të intolerancës. Te intoleranca gjenetike lajmërohet me njëherë, ndoshta 2 ditë e para të jetës, 2 deri në 7 ditë e para të jetës, do të vrehen foshnjët të posalindurit, ka një numër më të shpesh të jashtëqitjeve, do me thonë, gjithë e dim. Po vrehet që është jashtëqitja me presion, është shumë ujore, edhe fillon të shkon mendja, do me thonë brenda javës parë, tek intoleranca gjenetike. Ndërsa tek intoleranca primare, mundet me kalu një kohë është individuale, se tek intoleranca primare dhe njerëzit që ka është sasi e vogël e laktazës në organizëm, në fazat të caktuara nuk ka fare, do me thonë cilën fazë është fëmiu, edhe ajo është e lidhur me lajmërimin e simptomeve. Po, do të kjo primarja për mund të më lajmëru edhe ma vonë. Me dhe një fëmijë cili si bebe nuk ka pas shqetësime, mundet në mosh fëminore, feminis, të lajmëron simptomet. Po, kjo spjegohet ndoshta edhe në këtë mënyrë. Do me thonë vetë organizmi ynë është i programu me thonë në atë mënyrë se tek foshnja sasia e laktazës është shumë e lartë se mbas vitit të parë. Arsyeja është, do me thonë, gjithë e dim se mos themi vitin e parë, po definitivisht 6 muajt e parë të jetës, ushqimi kryesor është qumshti, kështu që organizmi tajon sasi më të madhe të laktazës, mbas vitit të parë fillon gradualisht të bie, jo të zhduket, po të bie tek personat që janë me intolerancë
primare, do me thonë ka qenë sasi e vogël edhe gjatë viteve të ardhshme, ajo shkon duke ra, kështu që në momentin kur mirët sasi më e madhe, zakonisht e produkteve qumshtit apo produkteve të qumshtit djathit, jogurtit, atëherë lajmëron edhe simptomet. Unë e përmenda edhe njerë zakonisht tek ne në Evropë është 5 deri në 7 vjet. Jemi të flasë duke folur për intolerancën primare, jo gjenetike. Po. Tash ti te kjo primarja, nëse për shembull e përmendë që konsumon shumë sasi, nëse konsumon një gotë qumsht për shembull 100 ml, 200 ml, simptomet a kanë me qenë të forta apo mund edhe ti të i kalojnë si ashtu? Simptomet janë individuale. Tek çdo person janë individuale, janë kryesisht këto simptome të cilat i përmenda, po mundën brenda familjes 2 fëmijë ose 2 persona me qenë, me marrë ushqimin e njëjtë dhe me qenë simptomet e ndryshme. Do me thonë, çka na bën me tregu për intolerancë primare, që njëri prej këtyre që ka më pak simptome, sigurisht ka sasi më të madhe të laktozës, edhe pse jo të mjaftueshme se ky tjetri i cili në moment të caktuar nuk ka. Po. Tash ti këta që e kanë primare si tritur, a ju rekomandohet me përdorë enzim laktozë që mi lehtësu simptomet? Po. Mi lehtësu tretjen? Po, preferohet përdorimi i laktozës. Ato njësit të mvarën prej sasisë të produktit me laktozë të cilën e merr, do me thonë janë njësi të ndryshme, fillot ka 3, 6, 9, 12.000, edhe derivon ka qenë karakteristikë se janë marrë para çdo produkt, para çdo shujte që ka përbajt ushqim me laktozë, fatmirësisht kohëve të fundit kanë dalë, janë në perëndim, shitje besoj që shpejti edhe tek ne, janë tabletat të cilat, veprimit të cilave është 12 orësh. Po, i zgjatur, janë tash këtu tek ne ka edhe në formë të pikave, vendoset në qumsht edhe mundet ai qumsht me u përdor brenda ditës apo edhe me u përgatit për ushqime të ndryshme, do me thonë, qoftë në formë të kifleve, të bukës, me atë qumshtin në të cilën janë të vendosura pikat e laktozës. Ka disa ulumtime që përmenden se probiotikat ndihmojnë në rastet me intolerancën laktozë. A keni vërejt nga përvoja juaj e gjatë? Po ekzistojnë punime, po me thënë drejtën, mund të përdoren ndoshta në momentet kur kemi përkeqësim, se dhënia në forma sekundare ndoshta më tepër ndihmojnë. Po tek forma sekundare po kur kemi edhe këtu përkeqësime të mëdha ndoshta po jo vazhdimisht të përdoren. Vazhdimisht nuk është rekomandueshme, edhe nuk ka benefite. Aktualisht nuk kemi dhëna që është benefiti që janë të domosdoshme për përdorimin, po mendoj vazhdimisht të tyre. Po, probiotik. Ndërsa asaj përket intolerancës sekundare, është karakteristik se mund të themi të çdo njeri që i paraprin një infekcion viral që tek ne më së shpeshti e provokon rotavirusi. Edhe pasi që rotavirusi është, me thonë, në zor të holla e ka veprimin e vet, është vendi ku atakohet edhe laktoza, edhe veprimi i virusit, edhe kështu kemi një intolerancë sekundare, parazit sidomos gjardja, po jo ma pak kemi edhe të smundjet kronike. Do me thonë të smundjet inflamatore të zorve, të koliti, të celiakija, mandej të fibroza cistike, i lajmërohen këto, janë karakteristik intolerancat sekundare. E duhet me mendu për dietë, do të zgjasin, edhe tek ata fëmijë preferohet, do me thonë dhënia e laktozës me atë që në qoftë është një infekcion viral, të një fëmijë dhe mund të themi rimer vetën për 3-5 ditë, intolerancat sekundare mund të shtyhet 2-3 javë apo edhe më tepër nëse fillon me produktet që përbajnë laktozën. Dhe format sekundare përmendet, do me thënë që na lajmërohet, sidomos rrota që kemi të fëmijë shumë fatmirësisht tash për vaksinohen, po ma herët e kemi pas më shumë. Jo ma pak kemi edhe gjardjen. Edhe gjardja të qirdet e të kopshtit është shumë e pranishme. Sa për shembull gjatë i zhdesht të mbahet dieta pa lakt?
Pa laktozë në ato raste? Po, tek fëmijët dikon preferohet ndoshta 3-4 javë, mandej të fillohet ngadalë. Introduce ngadalë, ashtu, do më prezantimi ngadalë. Ngadalë, rikthimi spari produktet me laktozë, nëse nuk reagon, do me thonë është përmirësu, nëse reagon e vazhdojmë edhe pak. Individuale, nuk kemi ndonjë për shembull si të dhënia antibiotikëve dhe 2 javë ashtu nuk është mbarët prej individit çdo herë. Sa i përket smundjes, themi sindromit klinik të parëndishëm primar ose edhe sekondar, por sidomos primar formës, gjenetike qoftë ose veç primare. Sigurisht për shkak të domethënë ngacmimit vazhdueshëm inflamator të zorrëve, themi, komplikacionet a mund t'i presim tek ky grup i fëmijëve? Përkundër ushqimit mirë, kujdesit të në ushqim, a na ndodh ndonjë komplikacion ose ndonjë mungesë vitaminave, mineraleve të rëndësishme? Në qoftë se është edhe diçka të cekët, në përgjithësi ushqime dietale, asnjëherë nuk mund të më thonë se kjo është tërësisht pa laktozë, apo i kemi edhe ushqimin me gluten, pa gluten. Ku do në botë deri në 3% produktet ushqimore mund të përbajnë edhe të mos deklarohet në përbërës aty. Kështu që këta paka shumë qoftë në ndonjë ushqim të caktuar, takohen, themi me laktozë, ngacmohen nga pak, po këte personat cilët janë dietë strikte, në përgjithësi me laktozë dieta është strikte, po edhe nuk e mbajnë. Përgjithësi është e vështirë, sidomos të fëmijët, janë ditëlindjet, janë ekskursionet, janë manifestimet e ndryshme, po që tolerojnë edhe prindë edhe fëmijët, kur tritën pak edhe nuk tregojnë, po këtu çdo herë përcjellim këto nivelin e vitaminës D dhe të kalciumit. Tek fëmijët më të mëdhej preferojmë që të ushqehen, përpos vitaminës D që të marrin ushqim ku ekziston mundësia e një sasisë pak më të madhe të kalciumit, janë produktet e gjelbërta, do me thonë spinaqi, sallatat e gjelbërta, rukolla në tokë ka, e si dhe në peshqi. Edhe në peshqi ka një sasi të kalciumit, po në qoftë se e vrejmë shenjat, që ka atëre paraprakisht duhet të bëhet vlerësimi për caktimi i nivelit të kalciumit, edhe atëherë mund të fillojmë edhe me dhënien të kalciumit, që varet nga mosha. Fëmijët fillojmë dikon me 500 te rritunit deri në 1200 mg mundët. Po kjo krejt varet, do me thonë çdo herë duhet të jetë një bashkëpunim i ngushtë mes prindit edhe mjekut. Në qoftë se nuk ka nevojë, nuk i vrejmë ato, atëherë mundëm kompenzon me ushqim, nuk kemi shenja, atëre nuk e trajtojmë edhe me kalcium. Do të thotë dieta e dëshirueshme të format primare është të jetë e përjetshme, apo doktoresh, apo mund ta japim ka pak ko pas kohë me enzim. Po, mund të me dhënë me enzim të format primare, po në prap po kthena në atë, kretë më bardh nga individi. Nëse me kalimin e moshës, do me thonë foshnja, me kalimin e moshës marrja e ushqimeve me laktozë është më e vogël. Do shta pas një moshe të caktuar, ajo laktoza që ka qenë mundet me toleru një sasi të konsiderueshme të ushqimit me laktozë, po çdo herë tek ta fëmijë është duhet pasur kujdes që mos të vjen të lajmërimi i këtyre shenjave, siç ishte fryrja e barkut, diarret që na shkaktojnë ngjecjen edhe shumë probleme tjera në zhvillimin e tyre. Nuk duhet që t'ja japim me patjetër të frigu që pi mungon qumshti, për shembull, ose produktet e qumshtit, nëse fëmia ka shqetësime gastrointestinale, digestive. Natyrisht të prindit duhet me pas kujdes. Fëmijë të mëdhej për flas, prej moshës ndoshta 3-4 vjeçare, sidomos prej moshës 5 vjeçare, që nuk e kanë nuk ka arsye mja leju dhimbtën në mënyrë që patjetër të japim. Eventualisht kemi kujdes nëse ja japim, domethënë kemi formën e fermentuar në kos, në jogurt dhe i gjindën ose që suplementet që i përmendet edhe suplementet mund të blehen, do me thonë pa përshkrim të mjekut. Fatmirësisht tek ne tash kam fillu me u gjindë
edhe me njësi të ndryshme, që ma parë se kemi pas. Po, do më thonë mi marë varësisht me këshillim e mjekun, me dhënë dozat e dozat e nevojshme për si cilën moshë, peshë dhe... Varet ma shumë prej konsumimit, sasisë, se sa peshës të fëmijët. Po. Sa konsumon, për shembull, produktet e qumshtit. Po, e pen qumshtin, e pen jogurtin, e hanë djatën, definitivisht duhet me urit sasia. Do të thotë një gjë që duhet pediatri ta këshillojë patjetër prindin është të jep ushqim të lloj-llojshëm. Nëse jep një gotë qumsht përkundër që ka formën primare, ose qoftë sekondare, ose gjenetike, nëse jep një gotë qumsht, konsidero të shtot ushqimi me perime, të shtot ushqimi nërmjet që me bu ma pak dhimbje shqetësime. Një gotë duhet për afërsisht, tash po e thëmë, dikun 3.000 njësit merë. 250 ml qumsht në sosht, për afërsisht 3.000 njësit të jenë me laktozë. Enzimit laktozë, ta konsumoj. Të konsumoj, para prakisht në sonë. Ose ta lene qumsht që të zbërthejet laktoza, haloma përshtatshme, ose enzimit nëse konsumojnë si tablet. Po, ato zakonisht janë me logaritën 1 litër qumsht apo në gjysmë litre qumsht. Po. Varet për çka është. Edhe koha zbërthimit të qumshtit është 30 minuta me sa ditë të qëndroj pikat në qumsht në mënyrë të të arrit zbërthehet. E pastaj të konsumohet. Tek masitja që pikat 30 minuta. Edhe zakonisht vendoset në frigorifer dhe mandej kemi të folë për këto që e kanë veprimin 12 orësh. Për këto 12 orë, këto është, do më thonë, ende ma shumë. Ma gjatë shkon, po. Për fëmi ma të mëdhenj, ndërsa të fëmit, të këfoshnjet, para prakisht, para dhënjes. Të formulës, formula është pa laktoz, po të ndonjë produkti që dëshiron në dhënë, ose është marrë prej ndonjë familjari pa diet nanës, atëre mund të ipen këto pika. 5-6, me mosh 6-7, aty shkojnë. Po, shumë mirë. E përmendet edhe në fillim, do të thotë intoleranca është një problem, themi shëndetësor i fëmis, një mungesë që e ka fëmija, por nuk është alergji. Nuk është alergji, jo. Vetëm është mungesë e laktozës, që fatmirësisht anë intolerancë gjenetike është ma e rrallë. Se sa kjo primarja. Nuk mujnë me konsideru që është alergji në qumsht. Ta kemi parasysh që qumshtin fëmija veç nëse je pa laktozë, je mirë, nuk është alergji pa rrezik. Që mujnë me qenë të dyjat ndodhë dhe ajo në raste me qenë të dyjat. Po, ajo është një temë tjetër, sigurisht mos të ngarkojmë print edhe kolegët. Dr. Gjina, faleminderit shumë për gjithë këto informata me vlerë për ne. Shpresoj t'ju kemi përsëri. Me përvojë shumë gjatë që kemi nevojë shumë për këshillat tua. Faleminderit.